do të ndiqni programin Mjeshtër të Dritës dhe Hijes. Moderator Ilir Cenko. Në këtë emision të programit Mjeshtër të Dritës dhe Hijes, sot do dëgjoni mbi fotografin Kol Maca, fotografi i parë në Vlorë. Ju uroj dëgjim të këndshëm. Dihet se Shkodra dhe Korça janë dy qendra historike të zhvillimit të fotografisë shqiptare. Prej këtej, por më tepër nga e para, nëpërmjet mjeshtrave fotograf, ajo u përhap dhe në qytetet të tjera të vendit. Edhe në Vlorë fotografët e parë shqiptar ishin shkodranët Kol Maca dhe Gjon Rota. Një lidhje të hershme Vlorës me fotografin përbën fakti i vjel nga shtypi se italiani Pietro Marubbi nga vitet 1853-54 ka qëndruar disa kohë në qytetin bregdetar. Po pa u marrë me fotografi, mandej shkoi në Shkodër, ku shkroi hapat e para të fotografisë shqiptare. Për shkrimin e mëposhtëm, duhet të falenderoj dhe miqtë e mi, Piro Stefa, Darling Vlora dhe Endrit Musaj për ndihmesën e tyre. Nga të dhënat e deritanishme mësohet se Kol Maca, Shkodër, 1882, Tiranë, 1945, mbahet si fotografi i parë shqiptar në Vlorë. Sipas një bisede me studiuesin nga Shkodra, Ndoc Gurashi, tetor 2012, Kol Maca e ka mësuar mjeshtërinë e fotografimit në ateljen e Kol Idromenos në Shkodër, ku ka shërbyer si qirak për disa kohë. Gjithashtu, studiuesi i sipërpërmendur shkodran thekson se Maca e ka hapur dyqanin, ateljen e tij për fotografim në qytetin bregdetar në vitin 1915 dhe ka punuar atje pa ndërprerje deri në vitin 1921. Kjo, ndërkohë, përputhet me pushtimin e parë italian të Vlorës, ose siç njihet atje, me Italia e parë, që shënon edhe disa ndërtime të cilat qëndrojnë ende në këmbë si sahati i Mercatos. Bashkia, ish konsulata italiane dhe muzeu historik, ish bashkia. Vula që ai vendoste pas fotove për popullatën ishte në italisht e në të shkruaj. Niccolò Mazza Fotografo Valona dhe rregullisht është bërë në Itali. Në të, emrin e tij e gjejmë në versionin e plot Ti Nicol, ndërsa diku tjetër e hasim me shkurtimin tjetër Kol. Për jetën e tij, me gjithë kërkimet e vazhdueshme, ende nuk dim shumë gjëra. Autori i këtyre radhave ka gjetur në Itali dy shkrime të Kol Macës të botuara në shtojcën kulturore Domenica del Corriere, të gazetës së njohur Corriere della Sera të Milanos. Artikulli i parë titullohet Tramontanari Albanesi, gusht 1907, i dyti Monumenti e kostumi albanesi, maj 1908. Artikujt e mësipërm kanë të bëjnë vetëm me botën shqiptare. Ata shuhen për të dhëna të shumta historike, gjeografike, shoqërore dhe etnografike për shqiptarët në përgjithësi dhe për malësorët e veriut në veçanti. Midis shkrimeve që tregojnë dhe kulturën e autorit, ka mjaft foto, gjithashtu të Macës, që ilustrojnë përmbajtjen e tyre. Gjithashtu, Kol Maca, në studion e tij fotografike në Vlorë, përveç punës rutinë me komunitetin, ka realizuar edhe foto të ngjarjeve të ndryshme politike, shoqërore e fetare të qytetit. Duhet shtuar se Kol Maca është një nga fotoreporterët e parë në shtypin shqiptar, gjë që vërehet në revistat e viteve 30, sidomos në të përmuajshmen e njohur të kohës, Minerva, ku dhe ishte punësuar. Për një kohë të shkurtër ai ka qenë dhe fotograf zyrtar i oborrit mbretëror. Kol Maca ishte dhe pjesëtar i grupit zyrtar të fotografëve të shtypit që përjetësoi festimet e 25 vjetorit të pavarësisë më 28 nëntor 1937 në Tiranë. Në arkivin qendror shtetëror, ndër të tjera është gjetur një fotografi që paraqet një pjesë nga ceremonia e varrimit të Ismail Qemalit në atë dhe më 12 shkurt 1919. Sipas një shkrimi të atij viti, varrimi i Ismail Qemal Vlonës, kuvendi Rom 10 mars 1919 që shoqërohet me këtë foto, kjo është realizuar gjatë homazheve në tregun e madh të Vlorës. Aty, në prani të shumë qytetarëve të Paris dhe autoriteteve italiane të pushtimit, kanë mbajtur fjalë Jani Minga dhe Qazim Kokoshi, advetar të shuar, firmëtar të dokumentit të pavarësisë më 28 nëntor 1912.
Në foto shihet duke folur Qazim Kokoshi, ndërsa poshtë dallohet Janiminga e pasti 2 nga 3 djemtë pjesëmarrës të plakut të Vlorës, Ethem dhe Qazim Vlora, i treti Qamil Vlora, nuk është kapur nga objektivi i aparatit. Pas fjalimeve, arkmorti i mbuluar nga flamuri kombëtar dhe i shoqëruar nga mira vet u drejtua për në fshatin Kanin, në vendvarrimet e familjes Vlora. Për funeralin e Ismail Qemalit atë ditë, poeti dhe kryetari i atëhershëm i bashkisë Ali Aslani ka shkruar një elegji shumë të ndjerë që mbyllet me vargjet emri tia i vërtet, është nëntor 28. Maca natyrisht atë ditë mund të ketë kryer dhe shkepje të tjera, gjë fare e zakonshme edhe sot për fotografi në ngjarje të veçanta, por deri tani janë pa autorsi të përcaktuar. Foto tjetër e Kol Macës që tregon lidhjet e tij me Vlorën është një portret në këmbë i Ali Aslanit. Duket si fotografi zyrtare edhe pse është në këmbë. Ajo mban poshtë saj me shkrim dore emrin Ali Aslani, që mund të jetë i tij ose i fotografit. Ka të ngjarë që shkrepja të jetë bërë rreth vitit 1920 dhe shoqërohet me vulën e dyqanit të tij në Shkodër, po kjo nuk do të thotë se me patjetër është fotografuar atje. Në qytetin verior, Maca ka bërë shtypjen në letër të fotos, të cilën mund ta ketë realizuar dhe në Vlorë. Kol Maca, ashtu si paraardhësit të shuar të fotografisë shqiptare, Pjetër dhe Kel Marubi, Koli Dromeno, Kristo Shuli dhe Kristaj Sotiri, nuk ka qenë mospërfillës ndaj varfërisë, karakteristike të shqiptarëve, shoqëruese e trisht e tyre deri nga fundi i shekullit të kaluar. Kështu, ai fotografoi në Vlorë më 1916 edhe 3 femra, 2 të ngarkuara me shkarpa dhe 3 të ulur. Veshja e tyre është e fshatrave përreth qytetit, çka mund të tregoj se ato banojnë aty, por nuk përjashtohet mundësia që të kenë dalë për t'i shitur. Në foto bie në sy veçanërisht pamja e vajzës, sidomos shikimi i saj. Fotografia natyrisht nuk ka qenë e porositur e aq më pak e paguar, por e nxitur nga bota shpirtërore e fotografit e prekur nga skamja, gratë zëvendësonin kafshët e ngarkesës. Kjo foto, siç kuptohet, tregon se Maca ka lënë mënjan rutinën me foto në studio, për të kapur pamje nga jeta e përditshme në qytetet e rrethina. Shumë foto të realizuara nga Kol Maca në atë kohë janë shumë fishuar dhe shpërndar edhe si kartolina postare. Nga artikulli 2 fotograf shkodran në Vlorë botuar tek revista Klan 6 mars 2013, Gazeta Standard 13 mars 2013 dhe Dielli në 24 mars 2013. Ju faleminderit për interesimin tuaj. Të mërkurën e ardhshme do dëgjoni në programin ton për Gjon Rota, fotografin e peizazheve të Vlorës. Miru dëgjofshim.